Miqtë mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku do flasim për divorcin dhe jo vetëm. Do të flasim për pasurinë e vënë gjatë emigracionit për çiftin në fjalë, do të flasim për mënyrën se si u sekuestruan parat nga ish-partnerja e zotrisë që kam të ftuar në këtë studio 51 vjeçar, i cili vazhdon ende të jetë emigrant në Greqi. Do flasim për jetën e vështirë të një familje emigrante prej 20 vjetësh në këtë shtet. Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Ervisa Lula. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me zotrinë dhe jo vetëm, do të mundohemi që nga ana tjetër e telefonit të kemi dhe ish-partneren e zotrisë, sepse ai e akuzon për përvetësimin e pasurisë bashkëtorë. Xhevair Facia është 51 vjeç dhe baba i 2 fëmijëve. U martua në vitin 94 me Dulberen, me të cilën mendonte se do t'ishte deri në fund të jetës, por sot gjendet i vetëm. Ishte fillimi i viteve 90 e për të ndërtuar një jetë më të mirë, alternativa e parë ishte emigrimi. U nis drejt një vendi fqinj ku ishin vendosur me mijëra shqiptarë të tjerë, shkoi në Greqi. Me shumë sakrificë se mund, u përpoq të punonte të bënte dokumentacionin e rregullt, që të merrte me vete familjen e tij të vogël, bashkëshorten dhe vajzën. Ja doli mban dhe 2 vite më pas, i mori dhe filluan të 3 jetën në shtetin grek. Ai rrëfen se përgjatë gjithë viteve të jetesës së përbashkët nuk kanë pasur konflikte, por me atë që ndodhi është i bindur se divorci ka qenë i planifikuar me kujdes dhe kohë më parë nga Dulberja. Në vitin 2005 erdhi një dhe djali i tyre dhe pas krizës financiare në Greqi, menduan të ndërtonin një shtëpi në fshatin e tyre të origjinës dhe të blinin më pas edhe një shtëpi tjetër në Greqi. Xhevairi tregon se me punën që bënte si shofer paguhej mirë dhe lekët e së shoqes nuk i merrte, por ja linte që t'i administronte ajo. Shumë rastësisht ai ka parë një letër banke dhe ka zbuluar që ajo kishte ruajtur në mënyrë të fshehtë një shumë prej 22.000 eurosh. Pasi kishte shpenzuar gjithë shumën e parave që kishte, i ka kërkuar ndihmë që ajo të kontribonte për hipotekimin e shtëpisë në Greqi, gjë kjo që është kundërshtuar. Dulberja ka marrë lekët dhe ka sjellë tek Jati në Shqipëri, duke i dhënë kështu fund martesës 22 vjeçare. Divorci është bërë në gjykatën e Elbasanit, por 51 vjeçari kundërshton vendimin e marrë. Gjithmonë në shoqërinë shqiptare divorci shoqërohet me post-divorcin, me pjesën më të vështirë ku duhet përballet e gjithë familja shqiptare, duke mos u pranuar nga njëra apo nga tjetra palë. Megjithatë, përvetësimi në mënyrë të padrejtë nga ana e ish-partneres, ish-bashortes, nënës së 2 fëmijëve të tij, ka bërë që 51 vjeçarit i drejtohet gjykatës. Gjykatës jo vetëm në Shqipëri, por do flasim edhe një proces gjyqësor paralel që ndodh në shtetin grek, ndoshta për përvetësimin e këtyre parave në mënyrë të rregullt apo jo, ka çuar drejt divorcin familjen e emigrantëve. Ata janë prindër të 2 fëmijëve, ku vajza është vetëm 22 vjeçe dhe djali është 13 vjeç. Për ta njohur më nga afër këtë histori, kam zotin Xhevair Facia, 51 vjeç, përshëndetje. Mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ke udhëtuar gjatë nga Greqia për të qenë pjesë e kësaj studioje. Prej 1000 kilometrash. 1000 kilometra për të ardhur në këtë studio. Të falenderoj zoti Xhevair, do vazhdojmë pas pak së bashku, do flasim për jetën e vështirë të një familje emigrante dhe aq më tepër në shtetin Elen, duke ditur që kohët e fundit kriza ekonomike ka prekur këtë shtet, megjithatë familjet emigrante janë ato që preken të parat. Faleminderit që je me mua në studio për ta dëgjuar historinë tënde dhe për të orientuar sa më saktë, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në Greqi nga ana ligjore, është Gjojnela, avokatja jon. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Sa e rëndësishme është Gjoj të dëgjojnë të 2 partnerët në këtë studio, pretendimet e njërës apo e tjetrës palë. Ne nuk jemi këtu sepse ka një vendim gjykate, tashmë çifti në fjalë e ka bërë zgjidhjen e martesës, por si duhet mbeten ata prindër do të flasi pas pak edhe psikologja jon Lorela Garuli. Përshëndetje, mirë se erdhe, pedagoge e psikologjisë, por fillimisht në këndvështrimin ligjor dhe më pas në ato psikologjik. Padyshim që partnerët duhet të ruajnë një lidhje normalisht të mirë, sepse fëmia
fëmija ishte vetëm 13 vjeç Më i vogël djali, dhe po. kujdestarinë e fëmijës, siç shikoj dhe nga vendimi i gjykatës, e kishte jema. Sigurisht që prindrit duhet të ruajnë një marrëdhënie të mirë, qoftë edhe për hir të fëmijëve. Ndërsa për sa i përket pjesës së vjedhjes së pasurisë apo përvetësimit të të ardhurve që ka krijuar zotëria që është në studio, do shikohet hap mbas hapi, sepse kjo gjë do prova konkrete nëse do arrim që të akuzojmë një person për vjedhje apo për mashtrim. Në qoftë se është e vërtetë që përvetësimi i pasurisë është bërë nga ana e partneres, pra ish bashortes së zotit Xhevair, do doja të ndaloja pak, a duhet të ishte prekur ky moment edhe gjatë zgjidhjes së martesës në gjykatën e Elbasanit flas? Sigurisht që në vendimin gjyqësor, gjithmonë në kërkesë padin, nëse pala duhet që të pjesoj pasurinë, shtohet si kërkesë në gjykatë dhe sigurisht që shqyrtohet nga gjykata. Hap pas hapi do shikojmë edhe vendimin e gjykatës, nëse është prekur kjo pasuri apo jo. Me sa shikoj kërkesë padin, paditës ka qenë zoti Xhevair dhe e paditur ka qenë zonja Dallëndyshe, dhe sigurisht zoti Xhevairi ka lindur e drejta që të kërkoj të gjitha ato si në lidhje me pasurinë, me fëmijët apo edhe më gjerë për ndarjen e këtyre problemeve që kanë pasur, por edhe në lidhje me mbiemrin që shikoj që ishte një nga problemet kyçe. Përvetësimi i pasurisë, tërheqja në mënyrë pa drejtë e këtyre parave, shumës së grumbulluar ndër vite nga puna si emigrant në shtetin grek, ka bërë që çifti në fjalë të shkojë drejt divorcit. Por gjithsesi, ne do ta shqyrtojmë vendimin e gjykatës ku zotëria, sepse çdo vendim është i drejtë, ne nuk bëjmë seanca gjyqësore, as investigojmë në këtë studio, as hetojmë, jo vetëm për divorcit, por për gjitha temat që trajtojmë në studio, respektojmë çdo vendim gjykate, por pse zotëria në fjalë nuk është dakord me vendimin e marrë nga gjykata dhe pse ka dhe një proces paralel në shtetin grek, ne do flasim hap pas hapi, sepse zonja nuk është mjaftuar me këtë detyrim ushqimor që i ka njohur gjykata shqiptare, po ka kërkuar një detyrim ushqimor ndoshta edhe në shtetin grek, për cilën do flasim pak më vonë. Por dua të ndaloj tek psikologja, tek Lorela, se si duhet të bashkëveprojnë pikërisht partnerët dhe jo më kot, unë nisa dhe me avokaten dhe me ju që këtë bashkëveprim ta dëgjojmë edhe ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe mos dëgjojmë ato akuzat e ndërsjellta të njërit partner që vjen troket tek ne, tek partneri tjetër që ndoshta na kish kuptojnë edhe teleshikuesit, por edhe pjesa tjetër ku ne kërkojmë t'i dëgjojmë të dyja palët në këtë studio. Gjithsesi, Lorel, a do të arrim ne ta ballafaqojmë çiftin në fjalë apo jo? Rëndësishme është që ato me ndërhyrjen, me ndërmjetësimin ton, apo jo, gjithmonë në shoqërinë shqiptare divorci shoqërohet me atë pjesën post divorcit ku partnerët kthehen armiq të përbetuar të njëri tjetrit. Rrallë nuk ka ndodhur që të kenë marrëveshje dhe të prindërojnë të dy bashkë. Pse ndodh kështu? Është e vërtet, faktikisht është e natyrshme, sepse divorci, derisa arrihet në divorc, dhe më thënë që ti të shkosh në gjykatë dhe të marrësh vendimin, sigurisht ka kaluar një kalvar shumë i gjatë diskutimesh, debatesh, dhe thotë që dhe më thënë marrja e vendimit në anën ligjore, kam përshtypjen që realisht është ai hapi i fundit. Do të thotë që kjo paraprihet nga një histori e gjatë konflikti dhe mosmarrveshje. Kështu që divorci thjesht e finalizon atë. Është shumë e vështirë në kulturën tonë që njerëzit dhe pasi ta ndërpresin një marrëdhënie të mbeten, s'po them miq, sepse sigurisht që është e vështirë, po që të paktën të jetë kjo fryma paqësore. Sidomos në raste të tilla ku në mes janë interesa ekonomike. Do të thotë që ne edhe në këtë studio kemi cekur dhe herë tjera, raste që mes kushërinj ose mes vëllezërish, konflikte të ngjashme, kur është në mes interesi ekonomik, është shumë e vështirë çështja. Po interesi ekonomik tek partnerët, tek prindrit e dy fëmijëve për t'i rritur ata? Mund ta duket e çuditshme, por fakti është që ashtu po ndodh. Apo ka ekzistuar një liri ekonomike në këtë familje, çfarë ka çuar edhe drejt përvetësimit në mënyrë të njëanshme të njërit prej partnerëve, nëse është e vërtetë? Dhe duhet ishte prekur gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore. Mund të jetë edhe kjo, megjithatë jemi përpara këtij fakti. Çështja e lirisë ekonomike, mbase partnerët e marrin për të mirëqenë që duhet të ketë një liri, domethënë si në gjithë elementet e tjera të marrëdhënies, ashtu dhe ekonomike. Do thotë që nuk është se ti mbikëqyr dhe survejon gjatë gjithë kohës ekonominë kaq të strikte. Kemi të bëjmë me një çift që flasin për lirinë ekonomike, në fakt janë integruar shumë mirë në një shtet evropian siç është Greqia, megjithatë divorcin e kanë bërë si shqiptar dhe pjesën post divorcit vazhdojnë ta trajtojnë të tillë. Do rikthehem pas pak tek ju mikeshat e mia, por ndërkohë do të vazhdoj me zotin Xhevair për të folur pak për mënyrën si e krijove ti Xhevair familjen tënde, si e njohur me miq bashortë.
Me bashkërtë, me 94 jam martuar, në më 92-shin, 93-shin jam fejuar në përmjet mbresërisë. Jetë gjagjaj kësaja, me ndërëri, edhe në përqeu, edhe ram dakord të u martua më 94. Ka që thjesht ishte kjo mbledhëri, arritë ta njihni njëri tjetrin? Kisha idenë e njihja pak. E njihja pak a shumë, po? Pak, nuk kisha paragjykime, mosha e re ishte, nuk... Edhe vendosëm. Sa diferencë keni pasur? 9 vjetë diferencë. Ajo moshë e re, ndërsa ju një moshë relativisht e pjekur. Unë isha më kësho. Ti në atë kohë në 93-94, vazhdojë t'ishe imigrant, shkoje vje, kush ishe aktiviteti me cilin ti merreshe? Unë, mas dhe në 90-ën, kam punuar në SMT, si mekanik traktorist, mas 90-ën, si gjithë të tjerët, për herë parë kam punuar në Maqedoni. Dhe në 94, kam panuar me një familje me emër Polisi, i përshëndes ata më kanë majtur në familje, punoja, edhe më thoshin nga do që tikësh vishë në shpi. Bashkë me familje atyre, rria, haja, ndark, shpinë ma lanë, isha shumë i knaqër. Për 2-3 vjetë që kam ndejtur ata, jam shumë i knaqër. Familja shumë e nderuar, edhe sot kemi marrëdhënie familjare, me atë familje. Më 94 në martoha dhe më 96 mora rrugën e Greqisë. E mora i vetëm? E mora vetëm. Po. E mora vetëm për arsye se në Maqedoni aq ishte shqiptar, ishte niveli, ishte paga ishte ulët, puna ishte e rënë. Këta që ikën më përpara në Greqi kishte diçka më mirë po dilin. Mora rrugën malit, kam ecur 12 ditë edhe kam arritur në vend. Pasi shkova atje, në mënyrë ilegale, rrim në për perivole, si gjithë tjerët, dhe në vitin 98 u hap ligji për të bërë dokumentat. Arrita i bëra dokumentat, dhe pastaj u ktheva në Shqipëri. Dhe në shtator të 98-ës, vajzën e kisha 2 vjeçe, gjysëm, bashkë atë natë që kam marrë familjen, i kam thënë, gjatë saj kohe që punohen në Maqedoni, bleva një shtëpi në Elbasan. Një dhomë me kuzhinë, në një fshat të Elbasanit në Papër. Edhe atë shtëpinë e morëm me lekët e mia, investoha, nuk i futa parat ke firmat, vajta mora shtëpinë. Edhe futa dhe emrin e nusës, që ajo s'kishe kontribuar, e futa dhe emrin e saj. Nejtëm 6 muaj unë ika në Greqi, masi u ktheva nga Greqia, si bëra dokumentat, e lam shtëpinë aty, të mbyllëm, mora familjen drejt për në Greqi. Po janë shumë kilometra ku do shkoja unë. Gjatë rrugës, bile ka qenë atë natë që na ka ndalur policia greke në rrugë, edhe na ka thënë nga vini nga Shqipëria. E tha, e morit veç që ka ndodhur Shqipëri? Jo, i thamë, kanë vrarë Vuloftisin, kanë vrarë deputetin në Zem Hajdarit, ka qenë bashkë atë natë që kanë vrarë. Ne atë natë kemi shkuar për ati. Shkuam atje, s'kishim as mjetë, as gjë, me biciklet kineze, merre edhe nusën edhe gocën. E shkojmë në punë. Punojmë gjithë ditën, maja gocën në mes të korafit, gjithë ditë, detor, në përshit, me sakrifica. Vazhduam, mblodhëm pak lek, më 2005 linda djalin, po në Greqi. Punoja unë, kisha një punë të mirë, nuk njela pa punë, punoja ndërtim pastaj në për firmat, edhe nuk ishtë nevoj që të punon të nusja, i thosha rrë shpi, rruj kalamajt, regullo atë. U rrit pak djali, filloj kjo punë, me ndimën time, me shoqerin time, e fuja në për supermarkete, punonte, aq sa munde, sa kishte rrogën. Kote funit, më 2008-ën, kjo, unë i bja, kjo e bënd ekonomin, mire aparet, ja dorzoja, shiko këtu, shiko atje, kjo gjatë kohës, më lidhte lek më vete. Unë nuk e dia, di që familja është një, nuk është 2, po të folë më vete. Edhe një ditë... Nga i vinin këto të ardhura? Nga puna që punoj. Nga puna që bënde? Po benim. Pra, jo, se dua të di, si ishte ekonomia në familjen tuaj, duke qenë se kuj ka qenë edhe shkaktari i divorcit. Pra, si i grumbullonte? Unë i pja lek në fillim, i pja rrogën, do shpenzojmë këto, ajo mund shkonde në supermarket, më thoshte unë prisha 50 euro ose 60, ajo një ku prisha 30, 30 që në mbande. Po, se me ndonde për kalamajt, ishe i qikë ekonomiqare shumë, nuk akuzoj për atë. Një ditë i kam thënë,
sa pare ke... Pra, administrimin e të gjithë të ardhurave, si të sajat, si tuaja, si të gjitha shpenzimet që kishte familja juaj, ja kishte lënë bashortës. Nuk dija unë se kjo ka portofolë vete, pa djenin time. Pse e kishte më vete? Pse e quan? Jo, pse i quan ti më vete? Ja, do ta shpjegoj. Në më mrapa i them unë sa lek mund të kesh në bankë, po ti tha ngele për 2.000 euro që kam unë 2.000 euro, i kam majtë për qef, i kam vete. I thash, mirë, unë për kozitet, më trego, unë nuk ti marë. Unë e bashkë ime. Një ditë me gjithë vajzën kam shkuar në supermarket, bashkë me nusën, edhe u këthyem në shtëpi, në shkallët e shtëpis kam gjetur një letër nga banka. Edhe sa e kam gjetur letrën e ka kap vajza, unë e kam marrat letrën. Në kohën që unë e kapa letrën, kjo më tërhoqi. Kjo e dinte që o letrë e kësaja. Kur kjo tërheq, u put letra, mu më ngeli shumë e leket, asaj ngeli emri. Shikoj unë, kjo kishte mbledhur 22.000 euro. 22.000 euro. Time. Po mirë, të ndalojmë pak tu, zoti Xhevahir, për para se ti të zbulosh 22.000 euro, të cilat qëndroni në bank, në llogarinë e emrit të ish bashortes tuaj. Atëherë, si menaxhoheshin parat, për ta kuptuar edhe ne më mirë, se ndoshta kjo ishin kursimet që ajo kishte bërë, dhe ndoshta nuk ja u kishte deklaruar. Po ju... Nuk uleshit do të bashkë dhe të ekonomistit të gjithë të shumat e parave? Nuk më tregonte tani, interes nuk e pasur dhe ti, Xhevahir. Sepse ti thuash, unë marrë këtë rogë me këtë shumë, ti merë këtë rogë me këtë shumë, dhe parat që mbesnin nga të ardhurat tuaja, nga puna se emigrant, ku i dërgonit? Se ju nuk shpenzonit sa merni. Në bank i qojmë neve, lekët që merë që më qojmë bank, po kjo... Paralelisht me llogarinë tuaj bankare. Llogaria ime ishte emri nusës, të gjitha llogaritë bankare ka pas nusja emri. Për ta kuptuar, të lutem, po Gjoj, se më duhet ta sqaroj një herë me... Po, atëherë, ma thuaj. Po, një pyetje, llogaria juaj bankare ishte e përbashkët, ishte me dy emra, apo ishte vetëm në emrin tënd? Sepse ajo si operonte në llogarinë tuaj kur ishte vetëm në emrin tuaj? Pikërisht. Të flasim tek llogaria juaj bankare. Të gjitha të ardhurat tuaja shpenzoheshin? Shpenzoshin. Të gjitha? Ngelte vetëm pak. Ato që ngelshin. Ato që ngelnin? Po mirë, ti nuk uleshit njërë në muaj, njërë në javë, sa shpenzoheshin, sa hynin para në shtëpi, sa dilnin për shpenzime, asë njërë nuk uleshit ju? Për të ditur ju? Po unë dija gjithmonë. Për të ditur ti, më mirë, se ishe i paqartë për tepricat. Sa ishte teprica mujore, ose vjetore, dhe ku shkonin këto para? Unë gjithmonë paguja vajzën në anglisht. Po. Në shkollë, në anglisht ku ishe, gjithmonë me rogën time. Në qovë se më merja 1.000 euro, mu më ngellëshin 200-300 euro, duke llogarit leket si kur i ka harxhuar dhe ajo, se nuk më tregonte, nuk dija gjë. Po si bënit para shpenzimet, sepse unë nuk po arrit ta kuptoj si bënit shpenzimet. Të dy merrnit rroga. Ku shkoni rrogat tuaja? Ajo i mande vete, ajo i kishte marrë vete, unë e di që i fut brenda në llogarinë tonë. Fuste 200 euro. Pra, kishit ju llogarit përbashkët? Kishim përbashkët. A kishit ju llogarit përbashkët? Gjithmonë atë... Llogarinë e përbashkët, e kishit në bank? Kishim bank. E kishit në bank. Pra, kishit një numër llogarie të dy përbashkët. Po, dhe pikërisht në këtë numër llogarie shkonin tepricat. Tepricat. Edhe gjithmonë... Ti kontrolloi këto teprica? Tepricën e kontrolloja, ma ato që më deklaron të kjo më rregull isha. Unë nuk e bëja llogarinë se sa prishi kjo, e qa mori. Qa mori për fëmijët. Qaj dush. Dhe për posë llogarisë përbashkët kishte edhe një... Kishte këtë llogarinë tjetër për 22.000 eurosh. Kur e kam gjetur, e kam thënë pse e ke bërë këtë punë, po ja tha unë mendoj për kalamajt, të ti rregullojmë, e kam mbledhur pak nga pak. Po. E më rregull. Për sa vite shpun 22.000 euro më kursente? Më 2008 nga 98, për 10 vjetë. Për 10 vjetë 22.000 euro? 22.000 euro. Unë në librezën e përbashkët kishim 50-60.000 euro, 70, diçka t'ilë, nuk më kujtohet. Dhe pastaj, të gjitha paret, si ra kriza më 2009, të gjitha parat me anë të Alfa Bankës, i kam nisur në Alfa Bank në Shqipëri. Po. Edhe leket e kësaja. Po. Dhe gjatë kohës që i nisëm, i futëm në bank, banka në i blokoj 3 ditë paret, dhe sa u verifikun ku janë marë. Po. Edhe, mas 3 ditësh më dha nukin, që mund të shkojnë leket. Po. Edhe kjo miherë vjen në Shqipëri prapë, të Alfa Bank. Edhe në Alfa Bank në bank, ato 20.000 euro, 22 jam mila muaj. 20.000 euro i ndau prapë llogarinë vete. Tu.
I thash kjo, pse? Ato 2.000 euro pse kaluan? Ato 2.000 euro i mora unë, se kisha filluar shtëpia në Shqipëri. Po, kuptova. Dhe gjatë kohës, ndërtova shtëpinë, një 3 kaçe në Librasht, shtëpi e dytë kjo. Edhe kisha merak për të bërë një shtëpi në Shqipëri, një shtëpi private, si mas dëshirës, edhe kjo, kur ishim në Maqedoni në Strug, të këta njerëzit që rria, një ideal është projektus. Edhe kjo vajtë e bëri projektin e shtëpisë. Të kjo djali. Vajtë në familje për darkë, edhe gjatë kohës i bëri planin në Esolli. Dhe fillova shtëpia, gjithmonë lekët e mia. Më tha, unë do t'i majtha për blerë një shtëpi tjetër në Greqi, kurse ti vazhdo. Dhe unë fillova shtëpia, i marrova, ajo asë 1 euro nuk ka futur. 2.000 euro ka futur, për dhe vetëm ato 2.000 euro. Nuk e marrë, ato i mora. Dhe vazhdova shtëpia. Shtëpia ime aty ka shku 7.000 euro. Po nuk i hargjua të gjitha unë lekët të mia, i lash 20.000 euro në banë. Nuk më pëlqen ky termi lekët e mia dhe lekët e saj. Po ashtu bon, sepse ju ishit ende i kishte në llogarinë në një martesë të rregullt. Po pra, llogaria juaj e përbashkët, sepse llogaria e përbashkët, unë hargjova 70 gati 50.000 euro në Shqipëri. E ndërtova shtëpinë edhe majta 20.000 euro tjera në bankë. Me qëllim që të blejmë shtëpi, e gjatë kohës që punoja unë, rregulloja shtëpinë këtu në Shqipëri. Ato 20.000 euro nuk i preka. Dhe 20 i kishte kjo, 40. Të kuptova, por një gjë nuk kuptoj. Ju ra dakord me këtë lloj mënyre të Por, që ti beja unë, zë bëja lumë bankë, kam qef të majta unë. Jo se do, kam qef të kem llogarinë vete. Kështu, unë për kalamajt i duam, dhe kjo. Më regu, unë besimi që i tepër, në anë ime. Pastaj, si marrua shtëpinë këtu, unë punoj një firmë të aktor që ka bërë këtë rrugën e Elbasanit. Punoj me sinjalistikën, punoj 13 orë natën. Dhe kam rrugën 2.300-2.400 euro. Që asë një grek, asë një shqiptar nuk e ka rrugën aqë. Me interes, me misin, me shoqërinë time, është puna ime, unë jam futur ma të punë. Edhe prej 7 vitësh të funit që punojmë në këtë firmë, unë kisha shumë lekë edhe i përbaloja gjitha shpenzimet. Kurse kjo i blidhe rrugën në vete, rrugën e vetë, plus që të shqip po sa po kuptojnë në për bankat, mas llogarisë që kam zjarë në për bankat, kjo më ka tërhequr lekë nga karta. Në llogarinë e punës, rrogën time, kjo kishte kartë në llogarinë time. Kishte drejt rregjë lekë në çdo orë. Po se ishte llogaria e përbashkët. E përbashkët. Kishte lloj jo emri dhe unë. Po, mos e normale, po. Asi lloj libreze nuk kisha pa emrin e kësaj. Kjo i tërheqte lekë, kjo bonte ekonominë. Dhe më 2015 ne gjetëm një shtëpi në Greqi, një shtëpi shumë të mirë. Edhe erdhëm në Shqipëri bashkë me vajzën. Në llogarinë e vet ka pas emrin e vajzës kjo. Po vajza ishte vogël në atë kohë. Nuk e dinte se si do vinë ngjarjet. Edhe si e gjetëm shtëpinë, jam nisur për Shqipëri, kam marrur te Alfa Bank, e kam tërhequr të gjitha lekët e mia, 20.000 lekë që kishim në libresë përbashkët. Edhe 15.000 i ka tërheq vajza se kishte drejt në librezën e kësaja, me dinin e kësaja. Edhe 35.000 euro i morëm, e lam 5.000 euro në Shqipëri për nevoja familjare në Shqipëri që e kemi marrë 35.000 euro dhe i kam lanë të kamët e makinës. Në një kohë që ka arë babaj nusës me mua në Greqi. Ish vjerë juaj. Ish vjerë im, dhe lekët i ka pas të kamët. Me që të mos kemë probleme dogan, unë kisha letra që kisha marrë bankë. Po do më thoshe nga i more, ku i more nga Greku flisja. Edhe lekët i mulloha të kamët. 35.000 euro. Bashkë me ish vjerë, kemi shkuar. Sa kam arrit në shtëpi, i holla lekën në tavolinë dhe i kanë punë ndarë. Atë lash të rrim me vajzën, të bizetojnë, i moj leket kjo, thres zotin e shtëpisë, më tha, dua 14.000 euro ka pare, ndorë, a i që shiste shtëpinë. Edhe unë ka marrë 14.000 euro, ja ka marrë në tja, bërë dokumentat me avukat, me polici, me gjitha, dhe me qëllim që ky të pagunde shpenzimet që kishte borç shtetit, që të dilte letra për të bërë shtëpinë. Letra po vonoshe, se ishin 7 vlezër, dhe këta njojt këtë deficit borç në shtet, nuk shitet. Edhe, desa u lekujdun gjitha, më thot mua, letra do vonohet. Shtëpia është e jotja, unë po të lidh dritën në ujin dhe ndërto brenda në shtëpi dhe futu brenda. Bashkë me nusën kemi shkuar
kemi kërkuar shtëpi, nuk shkua unë. Shtëpinë e dushte vajza i pëlqeu, ishte pozicioni mirë, ishte shtëpia një çmim 37.000 euro, 94 metra katror shtëpi. Edhe masi i dhash 14.000 euro, u futu brenda, filluan ndërtimet unë. Po. Filluan ndërtimet, 15.000 euro, që lek merrja 2.000 euro në muajt, unë i kam futur krejt në shtëpi deri në qeshor, deri në muajin qeshor. E fillua qite pllaka, kuzhina, gjitha. Kjo porosiste, nusja, ishte nusja, unë paguja. Unë i paguja. Kjo nuk, i thash lekët e tua, kjo mori një asistencë 5.000 euro në Greqi. Tha unë nuk do t'i luaj lekët, se do bëjmë simbolin, do bëjmë hipotekimin. Po. Nga ato lekë që hargjoha unë, që kësha fut në dushë ku të bëjmë hipotekimin, në dushë 25.000 euro. 25.000 euro i kishte kjo. Ishte bërë muhabeti. Ndërtohen futa, u futë brenda. Më thotë greku, futu brenda. Sa do da letrat, do t'i bëj letrat. U futëm neve, me kushte të mia që as greku si kishte. Mirë, do ndalojmë zoti Xhevahir pikërisht në momentin kur ju keni hyrë në banesën e re pikërisht në Greqi. Shuma të mëdha parash ke përmendur gjatë gjithë emisionit në këtë pjesë të parë. Ne të ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi përsëri së bashku. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me zemër të hapur. Po flasim pikërisht për divorcin e çiftit në fjalë, është kryer pikërisht kjo zgjidhje martese midis tyre, por po flasim për shuma të mëdha parash për sekuestrim në mënyrë të padrejtë nga ana e ish bashortes zotit Xhevahir që kam të ftuar në këtë studio, ndërkohë që do të më duhet të lidhem edhe me zonjën për treguar dhe ajo versionin e saj. Megjithatë, është gjykata e Elbasanit që ka vendosur zgjidhjen e martesës, por çfarë shqetëson pas zgjidhjes së martesës zotin Xhevahir, ne do ta zbulojmë vetëm pas pak, por çfarë nuk është dakord ai në disa pika çfarë ka vendosur gjykata e Elbasanit në këtë lidhje, në këtë zgjidhje të kësaj martese. Zoti Xhevahir, në pjesën e parë ndaluam pikërisht në momentin kur ju investuat në një banesë në Greqi dhe më në fund arritët që me kontributet tuaja të hynit në këtë banesë, ashtu siç dëshironte e gjithë familja juaj, e përzgjedhur sidomos nga vajza. Çfarë ndodhi në këtë kohë? Në kohë që u futë brenda, gjatë se kohë kjo, po i thosha unë që mlidhi lekët do vi urdhë që të paguajmë, bëjmë hipotekimin. Do vi greku këto. Nuk më, greku e kështë marrë këtë në telefon që do vinë bëjmë dokument. Kjo nuk më të tregoj mua, që do vinë bëjmë hipotekimin se kupton të që unë do kërkoja lekët. Dhe në kohën që më kalojnë mua një dhoro nga puna, për 700 eurosh, edhe më thot kjo, mi kalova ato 700 euro në llogarinë time, e ti kem gjitha bashk për të bërë hipotekimin, ti kem lekët bashk. Ja kalova ato mas 2 orësh, më ka dhënë përgjigje që ato lekë i ke borx mua, që më ke marrë 2.000 eurosh në Shqipëri. Doli aty. Unë lekët nuk i jap për shtëpi. Në qoftë se i do kalamajt, nëse do shtëpi për fëmijët, shko merri borx ke motra dhe bleje shtëpinë. Unë nuk t'jap parë. Po unë duke i ditë se lekët i ka aty, më 9 maj kjo, më 6 maj, më 5 maj ka ikur në Shqipëri. Më tha do iki për 2 ditë shoh babën. Dhe është vonuar në kohë që unë lyja me boj shtëpinë. Po mirë, kështu zgjati ky debat që unë nuk t'i jap parat, nëse i do këto para, merri borx tek motra etj etj. Mbas të kohësh, pra, ka në muaj që u futëm brenda. Zoti Xhevahir, sepse po e tregoj me hapa të shpejta dhe shumë amaramëndse parash, nuk e di as jeta e një familje emigrante dhe kursimet e tyre, megjithatë ju të paktën jeni përgjegjës, sepse ne ndiqemi nga gjitha institucionet. Mund të japësh llogarinë të gjitha institucioneve. Mirë, po janë shumë të mëdha parash. I kam punuar. Gjithsesi, është djersa juaj dhe pa diskutim. Por kaq u mbyll ky debati midis jush, sepse ti e kuptove që ajo kishte një llogari të saj, po heshte. Po heshte, nuk më mirte. Kur e kuptoi unë që kjo e doli hapur, kur erdhi puna që të bëjnë hipotekimin. Doli hapur. Po pra, por të tha që këto para unë nuk t'i jap. Nuk t'i jap.
Por iku mbas disa ditësh iku në Shqipëri. Jo, kishte iku në maj marrë para kjo, por nuk dija unë se kjo ka quar para në Shqipëri. Po mi pra, ti bëjmë një rrjedhë kronologjike të gjithë ngjarjes siç ka qenë. Jo siç e ke mësuar ti. Pra, përpara këtij debati, ajo ishte larguar më parë në Shqipëri. Në Shqipëri. Dhe në kohën që ikën në Shqipëri, ne kishim debate për arsye se kjo njerëzit e mi nuk i pranonte në shtëpi. Për probleme, vinë njerëzit në shtëpi, kjo mëllte derën. Kishim shumë debate. Para se ditë ky problemi i lekeve. Po pse nuk i donte njerëzit e tu? Nuk i doshte, ashtu, e merja në das, në përdasme nuk vinte, rinte vetë mua, gjithmonë, nuk i doshte. Nuk asun, për këtë kishim debaten e ve. Dhe në kohën që kjo iku në Shqipëri, dhe i takoj babën, kjo i ka marrë, kam zbuluar mrapa, ka ik bashkë me një shoqen e një shokut tim, dhe i ka thënë në autobus, pa dinin time, i ka thënë që unë do më shikosh i qikë se unë kam shumë lekë në çantën. I kështë marrë lekët nga shtëpia, unë nuk dija që, edhe i merr lekët dhe i bie në... I kështë marrë lekët nga banka, jo nga shtëpia? Jo, në shtëpi, pa qonë bankëve. Lekët që prum nga Shqipëria. Lekët që sollën nga Shqipëria, ajo nuk e depozitoi pranë bankë. Jo, i mandi në shtëpinë. Prandaj thash të bëjmë një kronologjik të situatës, se the i hodha parat në tavolinë, por nuk sqarove më pas se çfarë kishte ndodhur. I hodha parat i mande kjo lekët. Nuk i depozitoi më në bankë. Kjo e tha i kam rregulluar unë, kush e di ti shikoj. Masi kam zbuluar këtë, ka ikur në Shqipëri, kjo, me që kishim të debatet e familjes, ikën dhe xhaxhai vetë në prenjas. Mos ja them në emrin, xhaxhai kësaja, në bashkë me ishvjerrin. Edhe shkojnë atje, diskutojnë atje gjithë problemet, të planet që kishim bërë për të ndarë, për të marrë lekët, dhe me merë xhaxhai kësaja në orën 12 të natës, isha në punë, e më bën presion në telefon. Më thot mua, do hikësh dorë nga motrat, nga vëllezërit, nga prindërit, nga kushërit. Po përse pra, Xhevair, përse të gjitha këta? Për këtë arsye, gjoja pse unë kam debate, nuk i do kjo dhe i do ti. Unë nuk e i do nga... Pse kishe debate, pra, tani ka një arsye që bashkëshortja juaj ishte ashmë, nuk i donte... Nuk i do, është ashtu ishte. Mos shko këtu, mos shko atje punë, ata njerëz kish. Unë ata njerëz kam Greqi, dhe këta këtu. Kështu ishe ndër vite i bashkëshortja jote që në fillim? Debate me njerëz dhe mi, që në fillim? Që fillim, i kishte këtu. Po në fund e trashi, i kishte sebete këtu për të grindur me mua që do ditë ke paret ajo. Që unë nuk deja paret, pra, kërkonte një shkak pikërisht për arsyen e parave. Parave, aty do dite. Unë i kam thënë xhaxhait, unë nuk të marr urdhë ty, të shkoj me motor me vëllezën kushërit. Më tha, ndryshe, do shkosh në fund, më tha mu. Në fjalë, se i kështë qo lekët kjo. Pse e vërtetoj këte unë? Gjatë kohës, që boja punimet, unë i kam kapur një dokument, po ma ka tërhekur. Që kjo, 5.000 euro që latëm në bank, ja kështë kaluar nga llogaria vetë, në llogarinë e babës vetë. Këtë e faktoj, më datën 6 maj. Të kuptoj. To 5.000 euro. Edhe ato tjerat që qoj në dorë, edhe ato nuk di ku kanë vaj. Po, dyshimet e tua janë që kanë shkuar në emër të vjerit. To 5.000 euro, ja kapa dokumentin, po ma tërhoqi, e lexova unë. E nga llogaria saj, llogari babës vetë. Për këtë u binda unë. Kur erdhi ora për të bërë atë hipotekimin, më tha unë nuk ja paret. Edhe ato 10.000 euro, 10.000 euro që pati në bank, nga kursim, nga asistenca, që unë nuk e ja merja nga rogën, ato, kjo i kishte të rekur, se dhe në 820 euro, dhe 1.600 euro në muajt të rriqte. Edhe kështë kalon dhe llogarit vlajt, i të rriqte vlaj nga banka tjetër, të rriqte kjo, dhe sa e mushi gjepin. Edhe në muajin qershor, në fund qershorit, kjo ka ikur natën, pa më pyetur mua, unë isha në punë, ka ikur, i ka lanë fëmijët vetëm, edhe ka ikur në Shqipëri, dhe i ka çuar dhe ato lekë të tjera që pate aty. Gjatë kohës që bashkëshortja iku dhe la fëmijët vetëm në shtëpi, pa ju pyetur, thoni ju. Ju pa ju pyetur, ose më mirë pa ta komunikuar. Fare, as kalamaj nuk ishte treguar. Atëherë, ti ku ishe? Unë isha në punë. Ti ishe në punë, punoje në orë të natës? Unë merja punë në orën 5 darkës dhe më 7 mëngjesi. Kuptova. Kjo ka ikur në orën 9 darkës me autobuzat. Me autobuzat. Ka ikur, ka prur parat dhe një fshatari me gjithë nusën kanë qenë në lagjët banorin. I ka marrë në telefon ata, do shkosh marrësh djalin, se ishte djali ora 12 natës jashtë. E do ma qësh në shtëpi. Goca ishte në shkollë. Dhe ka ikur me gjithë nusën, ka marrë djalin, ka qurë në shtëpi dhe thash flinin në shtëpi time. Kjo u këthyë pastaj, e i thot komshiu, ku ishë? Si le kalamajt vetëm. Po i ka kisha i punë. Edhe i thot komshiu, ti ke përzan lekët, që ti si jep lekët, se kështë bërë debat edhe ma te, nuk i hapë si jap lekët.
I them përfundimisht, do japësh lekët, bëjmë hipotekimin se do vinë nga Athina ata, janë 7 veta, familje. Nuk talemi ma. A i më tha mua, në qoftë se nuk bën hipotekimin, unë ato 14.000 euro që më ke dhanë, po desha t'i japë, ato që ke ndërtuar brenda, unë nuk t'i njoh. Nuk t'i njoh. Po ti ishe në Shqipëri, nuk bënsh. Ajo ishte zoj grua, punonte në tatimet, nuk e bëni këtë punë. Thash do presësh e pak. E i them, do japësh lekët për borë simboljen? Unë, në qoftë se ti nuk do t'japësh lekët, i ke përzon lekët, unë e dia që i kështë përzon. Unë do ndajme, nuk ka marrë rrugë, nuk ta falë për ekonominë. Më mirë do të falë immoralitetin, që kjo nuk e ka, atë nuk akuzoj, nuk është e tillë. Ai gjë që nuk ndodh, nuk kemi pas probleme të tilla. Për çështje ekonomike nuk të fal, se un kam ngrënë bukë me domate. Për të kursyer, në shtëpi e tretë që blej unë. Shtëpia vajti 60.000 euro me gjithë ndërtimet brenda. Ato lekë ishin të mia. Puno, paguaj. Pastaj kjo tha unë nuk jap lekë. Nuk jep në rregull. Fillon debatet, u largova unë. Mora shtëpi me qira. Ika nga shtëpia ime, që kisha bler. Ika me qira, shkuan polici, deklarova që po iki, se ka regla që duhet, se thot dezeton familje, për këtë arsye, dhe ishte dilte një rrugëzidhi. Dhe erdha në Elbasan më 15 korrik. Kam marrë, kam kapur avokatin, kam borë padin, dhe i kam thënë avokatit, padin do t'a lesh të hapur. Kur të të marrë unë telefon, ta të reksh, që ose kjo dhe jipte lekët, padin nuk dhe dërzonde në gjykat. Në qofë se nuk dhe jipte, dhe dërzonde. Kjo arriti në ekstrem. Pra, i le dhe një periudhë, reflektimi. Po, gushti ishin pushime, dhe marrë avokatin në fund gushtit, më thot, janë pushime, me 1 shtator do të dërzoj. Dërzoj pa din. Kjo e da u meni, unë nuk jap lejt. Po deshe mere, shko meri motrës. Pse ta them këte? Për arsye se një motër që kisha në Shqipëri, unë i shkon kësaj nuzës xhaxhajt në Prenjas. Dhe i thot, pse i mori mbesa ju i lekët vllajt tim dhe la në rrugët? Ajo e thot lekët e bojë mirë që a mori, po unë zitua nuk i mori do shpinë. Pse? Kjo priste që unë, me që kisha harxhuar 20.000 euro ma të shpi, do t'i gjej lekët ja marrë motrës edhe fus në emër tim. Pastaj do thoshe stop, i këti shpia është imja. Këtë plan pati ajo. Pra nuk i dha lekët. Pastaj unë e kuptova lojën, më merë motrën në telefon që ka thënë ajo, e kuptova, edhe i them kunatit burit motrës. I them, do m'japë 10.000 euro, 4.000 euro mi la vajza mua, nga kursimet që kështë punuar, tha unë 4.000 t'i apun. 10.000 mi la kunati. Kunati më tha mua, i thash do vish bësh hipotekimin. Dhe nga greku, nga i zoti, a kalova kunatit shpinë. Me qëllim që kjo mos abuzonte mrapa, se nuk dilte nga shtëpia, se unë do pa janë ndaj, në një kohë vazhdojmë gjyqet tu, erdi në gjyq në Elbasan, u bafaqum zanse pa, u bafaqum zanse dytë, edhe vazhdojmë procedurat. Kjo nuk dilte nga shtëpia, pastaj i thot kunati, dil nga shtëpia, shtëpia është e imja, jo është e burit tim. Shkoj në gjykat, hapi pa di, i thanë ata ke dokument që buri jot ka investuar lekë, jo, e bara me zezë nuk bëhat. Më tha prokurorja vetë me gojnë e vetë, e bara me zezë nuk bëhat. Pra, paralelisht me gjyqjen në Shqipëri për zgjidhjen e martesës, ju kishit edhe një proces të hapur në Greqi. Në Greqi. Për çështjen e banesës. Për çështje, jo, kjo më bëj denancim, kjo kërkonte lekë, të jepja unë 800 euro në muaj për djalin. 400 për djalin dhe 430 ajo si zoj që të maj djalin. 800, sigurisht isha deputet. Unë e i muj punë kësha. Ku ti mirë, se dinte që unë marrë, se lekët mua më duken bankë, dhe ata e zjarin... Pra, se po flasim pak edhe të shpërndar dhe doja që unë e ditë pak të një historinë tuaj, po ta kuptoj edhe shumë mirë publiku. Ju keni pasur të gjitha këto përplasje, debate, ju të regoni vetëm qëfar ka bërë dhe i referojni ajo, apo jo, asë nëna e fëmijëve të mi, asë ish bashkëshortja ime? Nana e fëmijëve, unë e respektoj, sa mamaja vetëm për pjesën ekonomike se si ka menaxhuar ajo gjithë llogarin bankare apo lëvizjet e kësaj llogarie bankare, që për atë ti kishe rënë dakord, shumë kohë më parë ti rë dakord kur e zbulove për herë të parë. Por që nuk do ti investonte në familje, ti këtë gjë nuk e di, apo jo? Jo. Dhe të gjitha investimet e përbashkëta tuaja, se duhet themi investimet e përbashkëta. Kjo në këtë kohë, kjo nuk e lumë të rogën e tia. Më thoshte që unë nuk pëjt prek lekët e mija, po i mledhë për të borë
përbën hipotekimin. Ato kuptoj, pra, një periudhë kohe, ajo parat e veta dhe rrogën e vet nuk e futi në llogarinë tuaj të përbashkët. Të kurse lekët e mia sa i merrja unë, i haxhoja. Po. Kjo Megjithatë, pak jo fort morale edhe ajo që ju keni bërë me shtëpinë tuaj, jo? Që e kaluat në emër të kunatit tuaj. Po, unë ja kam bërë Kastile. Unë e di shumë mirë. Kjo ishte në lloj format marrje. Po, ja bërë bile për këtë punë kam shkuar në gjyq, ja kam thënë edhe prokurorja që kam fol gojërisht, më tha mua, të tjerët janë zgabimi ju, që ti ke arriti ke fut emrin te rroga jote. S'du ta bëj këtë te rroga, mirë të tjerët. Te rroga që merr në punë, nuk du ta kishe fut emrin. Ashtu, këto janë gabimet e tua, që ke fituar ti dhe që ke punuar hapur. Që për punën e shtëpisë, pse bëra këtë unë? Se kjo nuk dilte nga shtëpia, unë do ndashe, kjo do të mande shtëpinë, edhe lekët mi mori, edhe shtëpinë ta përfitonte. Edhe do të shtëpinë ta mande, kupton? Vajza bënde grinje me taj, thoshte pse si paguan. Pare pse i psheve, edhe djali që ishte 13 vjeç, i tha, më jep mu mami lekët, ti paguaj unë. Ai që kuptonte, ti çoj unë atje te hipotekimi, zotit. Po pse u përfshin në gjithë të vorbull ekonomike, shumë të mëdhaja parash? Nuk do është kjo... Pse u përfshin dhe fëmijët? Mirë vajza është 22, po djali është 13. E ngjonte debatet. Nuk ishte mirë, po ngjonte. Gjithë debatet që bashkë. Po pse e bënit zoti Xhevair në sy të fëmijëve këtë debat? Po ashtu linin në aty. Unë s'doqja pa ajo e linde, ajo nuk ishte gale, se ishin kalamajt. Unë e respektoj dhe sot, është mamaj e 2 fëmijëve, pavarësisht se problemet që ka punë ato, po unë, pastaj kjo, si edha vetën që nuk bëhet kjo punë, unë ja kalova shpinë kunati. Mirë, duat ndaloj pak tek procesi gjyqësor në Elbasan, në gjykatën e Elbasanit për zgjedhjen e martesës. Ju thatë që e lashta hapur, sepse pati një periudhë reflektimi. Ndoshta do reflektoj, por nuk u arrit ky kompromis, apo jo? Desha të para se të dilja. Me akuzë apo pa akuzë e thatë arsyen përse do divorcoheshit? Ata nuk e kam përmendur shumë në leket, unë asaj gjyqtarë... Po pse në gjykatën e Elbasanit nuk e but edhe akuzën se përse po divorcoheshit? Arsyen e vërtet? Me atë gjyqtarën e Elbasanit, a ishte zoj grua, kam shumë respekt, e përshëndes, ajo... Unë kam komunikuar, ja kam treguar të gjithë problemet, po në padi nuk diskutojnë punë lekësh. Mos përpudhe karakterit, ja isha treguar të gjitha mos përpudhe karakterit, nuk do shte njerëzit, bënte diçka të papëqyshme në shtëpi, ofendimi, filloi... Kush ta sugjeroi që të mos e veje arsyen e... Jo, mendimi im. Mendimi yt. Nuk do shte që... Po unë ja kam thënë gjyqtares, për këtë problem kam marrë... Ju tha që ajo u paraqit në seancën e parë dhe në seancën e dytë. Duke ditur që seanca parë është edhe seanca e pajtimit, çfarë ndodhi në këtë seancë pajtimi? Në seancën e parë, unë prita që kjo të reflektoj, të thotë që unë nuk duhet të ndahem, po më ndanë ky, e prita që ta thotë atë. Ndërkohë? Ajo tha jo, jam dakord, tha unë, duhet djalin, duhet dhe mbiemrin tim, mande ajo. Unë nuk pranova, thashte nuk e pranoj, të abuzoj me mbiemrin tim ajo. Pse nuk dëshiroje? Po nuk kishtë arsye përse, mande mbiemrin tim. Po është nëna e fëmijëve tu? Mirë, fëmijët e kanë, mbiemrin tim se ajo, jo se nuk u tregu, nuk ishte sinqeritet aty, për arsye se ajo nguli kam, thoshte që unë më prishën dokumentet e fëmijëve. Në një kohë që unë kalamajt, fëmijët i kam pajisur me pasaport greke. Nuk ka nevojë për dokumenta. Po kjo e bëni këtë vetëm se sun vinte të zirte pasaport të re. Po ndërkohë, gjykata ja ka njohur si kërkesë. Unë nuk pranoj, gjykata ka thënë që unë kam kujdestarinë e djalit ja ka njohur, por edhe lënien e mbiemrit bashkëtorë ja ka lënë. E ka lënë, po unë nuk pranova. E keni kundërshtuar? Gjykata ka thënë që me dinin time, me dëshirën time. Është e pamund. Kjo është abuzim që ka bërë. Unë nuk pranova. Pra, gjykata ka vendosur në këtë vendim të saj që ka qenë edhe dëshira juaj. Po. Për t'ia lënë bashkëtorës mbiemrin tuaj. Dhe ky është i vetmi kundërshtim që keni, apo jo? Po, dhe përsa i përket ushqimit të fëmis, është kodi i familjes, neni 202 freksion, 2 duke se avokatit di më mirë, thot shpremisht që kur japin shumën e ushqimit të fëmis, bazohet në tardhat
familje. Ku bazu gjykata, me të ardhurat e mia në Shqipëri që unë nuk kam as edhe një herë. Jo, gjykata është bazuar me të ardhurat që ju merrni në Greqi, se ti je emigrant i rregullt. Po ka shumë emigrant në Shqipëri, në Greqi që nuk ka lek, i vdes babai, nuk ka lek vi me autobus, nuk ka buk daj. S'është e thënë. Ke shumë emigrant që nuk munden, nuk kanë buk dan. Ku bazu? Ndoshta ka bërë një kërkesë në shtetin grek dhe janë deklaruar të ardhurat e tua. Mos mendo se gjykata e lë punën e saj deri aty. Unë flas për Shqipërinë. Sa ta kanë caktuar që si dakord Ka Xhevair? caktuar 100.000 lekë. 100.000 lekë. Po 100.000 Në lekë? kohë që rroga është 400.000 lekë këtu. Marrim sikur Ju punoni këtu? Jo, e marrim, unë i muaj punë kam. E marrim sikur unë nesër do kthehem në Shqipëri. 100.000 lekë ku do t'i gjej? Kam rrogën. Kështu, pavarësisht se ç'a bëj me fëmijët e mi. A jeni deklaruar për të ardhurat tua në shtetin grek? Gjykata shqiptare? Po pra, je i deklaruar pra. Bazuar në rrogën tuaj në shtetin grek, sepse ti nuk i merr fshehura zi ato para. Paguan edhe tatime në Greqi. Unë i kam thënë lejen do 100.000 lekë të duken shumë Xhevair për djalin. Për në Shqipëri, shumë. Po është bazuar, zoti Xhevair, është bazuar në rrogën që ju merrni në Greqi. Avokatja di më mirë, unë flas për Shqipëri. Unë mendoj sikur jam këtu. Jo, gjykata shqiptare nuk bazohet tek rroga këtu. Gjykata shqiptare e di që ti jeton dhe punon në Greqi. Dhe ka marrë, ndoshta bashortja juaj ka paraqitur rrogën që ju merrni, të ardhurat që ju keni në shtetin. Pa ide se ka bërë gjitha këtu, patjetër. Jo, është normale, është detyrë që gjykata ja lë partnerëve, por ju nuk keni qenë ndjeni se jeni përfaqësuar nga një avokat. Gjithsesi, unë nuk jam kundërshtim dhe kam 100.000 lekë, nuk e kam problem, 100.000 lekë se fëmijët janë të mirë. Po unë nisem nga ajo paralelisht ka hapur padi në gjykatë në Greqi. Mirë, do flasim edhe paralelisht, ke marrë gjithë kohën e mundshme. Pjesa e fundit i takon ato momente të flasin të dy paneli profesionistëve, avokatja dhe psikologja. Shkurtimisht do ma thuash në pjesën tjetër se çfarë ka ndodhur edhe në procesin që është hapur në Greqi, vetëm shkurtimisht se ke marrë të gjithë kohën e mundshme. Rikthehemi pas pak mbas një spoti të shkurtër publicitar. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Po flasim për një zgjidhje martese jo shumë të lehtë, paktën për çiftin në fjalë. Jemi munduar të lidhemi me vajzën e zotrisë, të cilës i kemi dërguar edhe një mesazh telefonik. Ajo mund të jetë në shkollë në këto momente dhe nuk mund bëhet pjesë e emisionit me zemër të hapur, ndërkohë që kemi kontaktuar dhe me ish-vjerin, i cili në këto momente e ka të fikur edhe ai numrin e telefonit. Janë shumë njerëz të përfshirë në këtë histori, megjithatë nëse familja e ish bashortës së zotit Xhevair do të më ndjeki në këtë transmetim të drejt për drejt, nuk do ta kapi dot minutazhin e emisionit të sotëm, janë të lutur të na kontaktojnë më pas dhe pse jo të vinë dhe ata në këtë studio të japin versionin e tyre ose përballë njëri tjetrit ose në një emision veçmas si ka qenë zoti Xhevair në këtë studio dhe që ka akuzuar në mënyrë të drejt për drejt dhe ka treguar kronologjinë sipas versionit të tij të ngjarjes. Por edhe dy të ftuarat e mia, paneli profesionistëve, do jem pak të rezervuar për shkak të opinionit, sepse edhe pala tjetër nuk ka folur në këtë studio. Zoti Xhevair, duke qenë se pala tjetër nuk është në këtë studio, ne kemi ruajtur etikën, nuk e kemi përmendur emrin e askujt. Gjithsesi, do ndalojmë pak në procesin gjyqësor, që tashmë është mbyllur në Greqi apo vazhdon ende? E mbyllëm. E mbyllët. Seancën e fundit kemi bërë në datë 26 që kaloi. Në fillim të bëj një seancë për Sernaj, thonë këta, për pajtim. Jo, përkosisht. Si mastarët që marrun, më kanë lënë 250 euro jap djalin. 250 euro? Po pra se ti nuk ishe i kënaqur me 100.000 lekë shqiptare. Mirë, unë flas për pjesën këtu. 250 euro. Derisa të bësh gjyqi. Edhe kur erdhi data për të bërë gjyqi, ndaluai avokati im atje, prisëm vendimin nga Shqipëria. Pasi mora vendimin nga Shqipëria, më datë 26 është bërë, janë diskutuar të ardhat e mia, janë diskutuar po sa shpenzoj për gocën dhe sa ngelen për djalin. Edhe mas një muaj del përgjigja. Deri tash unë paguaj 250 euro në muaj.
Po pra, ka ardhur edhe pjesa e gjyqit në Shqipëri, por atë çfarë nuk kuptoj është pikërisht pse u hap një gjyq paralel edhe në shtetin grek. Se mund të marrësh të ardhura edhe nga Shqipëria, edhe nga Greqia. Do llogaritet dhe kjo është Shqipërisë. Do llogaritet edhe kjo është Shqipërisë. Edhe kjo, do futet aty. Dhe përfundimisht është lënë 250 euro? Jo, son lënë. Derisa dal, s'ka dal përgjigja. Nuk ka dal akoma ende përgjigja. Derisa dal përgjigja, unë do paguaj 250 euro. Po pse u hap ky proces pra edhe në Shqipëri? Hapi se kjo zoja ish gruaja ime, mamaja e 2 fëmijëve, kërkon 800 euro të jap muaj. Kërkon të 800 euro, ndërkohë që rruga juaj? Rruga ime ishte 2000 euro, po në 2000 euro ishe shumë shpenzime. E nuk dilte, vërtet merja 2000 euro, po kisha shumë shpenzime. Jam kurioze të ti, nuk është bërë ende ndarje e pasurisë, ki parasysh që keni një pasuri të përbashkët. Çdo gjë që blihet që atë momentit të martesës, do ndahet 50% me 50%. Jo kush ka kontribuar më shumë. Jo, do ndaloj pak në një moment se isha shumë e vëmendshme. Tek blerja në papër të Elbasanit, rreth viteve 96, ju thatë ajo nuk ishte kontribuar. Mos harro se bashortja, edhe në qoftë se nuk punon, ka kontributin në mirëritjen e fëmijëve, edhe pse ju kishit një fëmijë në atë kohë, por edhe në gjitha kontributet që ajo jep në familje. Pra, lanë, shplan, gatuan, dhe... Unë nuk jam kundër... Dhe ju thatë nuk kontribojnë në të ardhura, po ajo kontribonte në një mënyrë tjetër. Unë pikrisht e kam futur dhe emrin të gjitha pasurit, nga momenti që jeni martuar dhe në momentin që jeni divorcuar, të gjitha pasurit, tuaja do ndahet. Dhe jam kurioze të di, se si do ndahet pikërisht kontributi i banesës që ju keni pikërisht në Shqipëri, ndërsa për banesën që keni në Greqi ka kaluar në emër të punatit tuaj. Jo se unë banesën për kalamajt, për fëmijët e mora. Nuk ka rëndësi. Pavarësisht, po banesën atje nuk e merë. Nuk e merë sepse ka kaluar në emër? Sepse më ka marë, dhe sa abuzoj me paret, mua më kalon, sot unë jam 10.000 euro borç, kam ke mota. A jo vil 3K që keni ndërtuar në Shqipëri? Unë e kam ndërtuar atë, dhe ideja jo. A i thot vetë që unë s'kam fut lek. Megjithatë unë nuk jam kundër. Unë për fëmijët e bërë atë, vi, ta marë kur doj, jap unë. Mirë. Nuk jam kundërshtim. Po, ju atë çfarë nuk dëshironi është pikërisht nuk keni rënë dakord, sepse ajo kërkon 800 euro në muaj. Jo, për këtë jo. Kujdestari për djalin, këtë nuk je dakord, megjithatë deri më tani, gjykata greke duke ardhur edhe vendimi i Shqipërisë ju ka lënë 250 euro. Je dakord me këtë shumë? Unë dakord jam. Sepse të ardhurat mëjore janë 2000 euro. Gjykata duke menduar se në muajin dhe i muaj punë, mbaron puna, nëse unë paraqitem zyrë punët, i pa punë, nuk kam të ardhur, nuk kalojnë lek në bankë, pastaj bëhet prap, nuk mund do vesi mas të ardhur. Nuk mund ta caktoj gjykata. Ju nuk doni që ajo të mbajë pikërisht edhe mbiemrin tuaj, edhe kjo është një nga pretendimet. Për këtë unë protestova, nuk dua. Ke apeluar? Jo, nuk apeluar. Për ta kundërshtuar? Jo, kam bërë llafe me avokatin tim në telefon, i kam thënë, unë pranoj të kam lënë tyja, ti ishe prezant që unë kundërshtova. Kjo tha, ajo zonja avokatja e asaj ka një plan B për të apeluar gjykatën nëse nuk e lan mbiemrin. Pra zonja do kundërshtoj dhe do apeloj tashmë. Jo, zonja ishte avokate e asaj. Ajo kishte thënë që kam një plan B nëse nuk e lën mbiemrin. Po pra, nëse nuk vini dakord për mbiemrin, po pra do ta apelonte. Megjithatë, unë nuk më priste puna se kishim gjyq tjetër, e mora vendimin, më kalon 15 ditë. Duke qenë se kujdestaria e fëmijës tashmë ka kaluar në gjykatën greke, do kaloj dhe çështja e mbiemrit në gjykatën greke? Jo, nuk diskutohet punë mbiemri aty. Atje diskutohet vetëm punë ushimet. Mirë. Faleminderit zoti Xhevair sepse është momenti për të folur Gjoj Nela, e cila do bëj një sqarim për gjithë ata që na ndjekin dhe mund të jenë në të tilla kushte si zoti Xhevair. Tashmë vendimi i gjykatës shqiptare është 100.000 lekë të vjetra shqiptare, ndërsa përkohësisht 250 euro e një gjykata greke. Kush nga këto vendime do njihet, apo ai i Shqipërisë është transferuar tashmë në Greqi dhe do bëhet njësimi i parave? Po, e vis duhet thënë që interesi më lartë i fëmijës, sigurisht që duhet parë në pikë të parë që nga parime kushtetuese, konventa e të drejtave për fëmijët, që nga viti 1989 e në vazhdimsi me kodin e familjes, apo dhe direktivat të tjera që janë në lidhje me fëmijët. Zotria duhet ta di që sigurisht pensioni ushqimor është një detyrim ligjor. Përsa i përket pensionit ushqimor të Shqipërisë, mua nuk më duket në një tarif shumë e lartë për fëmijën e mirë,
rritur, sepse ai ka nevojë për shkollim, për edukim, veshje, apo edhe gjëra të tjera. Ndërsa për vendimin e gjykatës greke, mendoj që mund t'jetë bërë një investigim se çfarë të ardhurash do ketë pra 2.000 euro në muaj është rroga mujore e zotit Xhevair që e deklaroi dhe publikisht. Dhe publikisht. Do ndalesha pak te mbiemri, meqense e pash ishte shqetësimi më i madh. Jo, përpara se të ndalesh tek mbiemri, jemi tek detyrimi ushqimor. Detyrimi ushqimor. Kemi 2 vendime, një në Shqipëri dhe një në Greqi. Tashmë ka rënë poshtë 100.000 lekësh i vjetër në Shqipëri? Jo, e visë. I është bashkangjitur vendimit të... Po, bëhet vendimet e gjykatave të tjera, që ne në shteti shqiptar kemi marrëdhënie me shtetet e tjera, bëhet vendimi i njohjes në gjykatën e apelit shqiptar, që do me thënë zonja në fjalë që kanë ngritur këtë pretendim dhe i është rritur pensioni ushqimor me një vendim gjykate të gjykatës greke, ka të drejtë që të bëjë njohjen e vendimit në gjykatën e apelit shqiptar. Po pra së është i paqartë zoti Xhevair, do paguaj dhe 100.000 lekë të vjetra në Shqipëri, do paguaj dhe 250 euro në Greqi? 250 euro, sepse ky vendim... Apo do bëhet bashkimi dy vendimeve, dhe ku do bëhet kjo? Në Shqipëri apo në Greqi? Vendimi i gjykatës shqiptare është vendimi ndryshueshëm. Dhe për këtë arsye, sidomos në lidhje me pensionet ushqimore që ne kemi rëndom të çdo ditë që ndryshojnë edhe rrethanat familjare të kushteve ekonomike dhe për këtë arsye njerëzit i drejtohen gjykatës me kërkesë padi për të ngritjen e pensionit ose për uljen e pensionit ushqimor. Zonjës i linden drejta që të njohë vendimin e gjykatës shqiptare dhe zotëria nuk do paguaj tashmë 2 pensione dhe 100.000 lekë që ka vendosur gjykata e Elbasanit apo edhe 250 që ka vendosur gjykata greke. Ajo që merret parasysh është vendimi i fundit që është 250 euro. Pra vendimi i fundit... Kështu që për këtë pjesë duhet jesh i qetë që nuk do paguash 2 pensione njerëz. Po atëherë si duhet ta njohë gjykata shqiptare që ky zotëri po kontribon në euro dhe me shumë herë më të madhe se vendimi që ka marrë gjykata shqiptare. Pra kur vendimi në Greqi të marrë formë të prerë, thoni ju, atëherë ai vendim gjykate duhet sjell në Shqipëri për ta njohur edhe shteti shqiptar dhe gjykata shqiptare? Për ta njohur shteti shqiptar. Pra duhet ketë kujdes zoti Xhevair në këtë moment. Absolutisht, ajo është një drejtë dhe detyrim ligjor që nuk duhet të kontribuojë për fëmijën e tij. Prandaj ta orientojmë sa më saktë. Nëse ai do vinë në Shqipëri dhe do figurojë që do punojë dhe do ketë të ardhura. Jo, ai mund të jetojë edhe në Greqi, por në momentin që vjen këtu dhe zonja paraqit një padi që ky nuk ka paguar detyrim ushqimor prej 100.000 lekësh të vjetra në shtetin shqiptar, atëherë i bie që ky të jetë debitor ndaj... Merret parasysh vendimi i fundit. Mirë, pra, vendimi i fundit është vendimi i gjykatës greke. Por shteti shqiptar nuk e di që paralelisht është kryer edhe një proces gjyqësor. Pra i linde drejta këtij zotërisë të marrë vendimin kur të ketë formë të prerë dhe ta sjelli pikërisht në Shqipëri. Mendoj që gjykata greke do e ketë këtë vendim sepse pensioni ushqimor është vendosur që nga gjykata e Elbasanit dhe në vendimin e gjykatës greke që ka me kërkesë të zonjës kalon automatikisht thotë. Është bërë vetëm ngritja e pensionit ushqimor, që do të thënë ka rezultuar. Është detyrueshme që vetë gjykata greke t'ia dërgojë gjykatës shqiptare. Jo, e bëjnë palët vetë. E bëjnë palët vetë. Prandaj duhet ketë kujdes Xhevairi. Jo vetëm Xhevairi, por dhe ata të tjerë që na ndjekin. Në lidhje me mbiemrin, dua të them që vendimi i gjykatës është vendim i ndryshueshëm. Nëse zonja e ka vullnetin që të mbajë mbiemrin e vajzërisë, kjo mund të realizohet edhe me një seancë ndërmjetësimi pa patur nevojë për seanca gjyqësore. Nëse nuk e ka... Po kemi përplasje, pra kemi përplasje mes çiftit, si mund zgjidhet çoj. Nëse nuk e kemi vullnetin e zonja Këmbgul, zotëria Këmbgul. Zonja e do mbiemrin e ish partnerit edhe babait të 2 fëmijëve të saj? Zoti Xhevair nuk e do. Nga vendimi i gjykatës së Elbasanit, pash që zotëria në një moment e kishte kundërshtuar që ajo mos mbante mbiemrin e saj, por në fund të gjykimit nuk kishte patur pretendime dhe gjykata në çmim e kishte lënë në çmim të gjykatës dhe gjykata referuar mbiemrin që kishte fëmijët, por edhe pretendimit që zonja kishte dokumenta me mbiemrin e saj, kishte menduar që t'ia linte, sepse dhe në kodin e familjes në 146 është e parashikuar që në mbarim të martesës duhet që pala të mbajë mbiemrin e tij, por në rast se ka interes ekonomik apo në rast se ka dokumenta që i prishin punë për vazhdimsinë, gjykata vendos që të mbajë mbiemrin e bashkëshortit. Gjykata vendos që të mbajë mbiemrin e bashkëshortit në mirëkuptim me njëri tjetrin, sepse në këtë rast jemi kundërshtar me njëri tjetrin. Kur njëri nga partnerët kundërshton, çfarë ndodh?
Kjo është në çmim të gjykatës, sepse pala mund të ketë dokumenta që vërtet mund t'i prishin. Pra vendos gjykata, pra në këtë rast. Nuk merret parasysh kërkesa e zotërisë. Megjithatë, zotëria ka të drejtë që të ngrejë një kërkesë pa ditë, duke qenë se ky vendim është i ndryshueshëm, për të kërkuar që zonja të mbajë mbiemrin e saj, meqense martesa ka mbaruar dhe nuk kam asnjë lloj marrëdhënie, po themi miqësore mes tyre. Kjo mbetet në çmim të gjykatës. Por është vendim i ndryshueshëm dhe nuk duhet të shqetësohet sepse duhet e ka të apeloj. drejtën. Nëse e kërkon dhe këmbgul, atëherë mund të apelosh Xhevair, thot pikërisht avokatja Gjojnela duhet jetë i kujdesshëm kur të merret vendimi për kujdestarinë e djalit të formës së prerë në Greqi, duhet ta sjellësh menjëherë në Shqipëri sepse rezulton debitor pastaj. Të bie poshtë ajo çfarë ka vendosur gjykata shqiptare. Gjykata greke më kanë thënë mua sa ti nëse ti deklaron që ke ikur në Shqipëri, ke ikur me punë në Shqipëri, je larguar, nuk kam detyrim në Greqi. Kam detyrim paguaj ushqimin që ka lënë gjykata këtu. Me që jam në Greqi, gjykata mori vendimin e Shqipërisë duke llogaritur 100.000 lekëshin këtu, 80 euro sa bëjnë, edhe në atë 250 euro apo 200 sa do ta lejnë, do futet dhe edhe 100.000 lekë. Po duhet më pas ashtu siç gjykata greke ka tërhequr vendimin e gjykatës shqiptare, je i detyruar që vendimin e gjykatës greke ta sjellësh në Shqipëri, se në të kundërt pastaj rezulton ti je debitor dhe gjykatat shqiptare nuk mund ta faktojnë dot që ti i ke derdhur apo nuk i ke derdhur ato para, edhe pse ti mund të kesh mandat argëtimi, se nëpërmjet bankës besoj do operosh edhe në Greqi. Megjithatë do ta bësh këtë hap, tashmë të ka zënë do ta çosh deri në fund, apo jo? Edhe për çështjen e mbiemrit edhe për çështjen e pensionit ushqimor. I vetmi sugjerim që doja t'i jepja që çdo kontribut që do të derdhi ta bëj nëpërmjet bankës sepse duhet të rezultojë duhet mandat argëtimet për t'i vërtetuar dhe duhet shënuar përse po i derdh ato para, duhet të jesh i kujdesshëm. Ka numrin e llogarisë. Jo, ke numrin e llogarisë, po ti i derdh në numër llogarie pa thënë që është detyrimi ushqimor. Se ai mund pretendoj djali dhe ish gruaja juaj që i ke derdhur edhe për dhuratë, se të ka lindur në zemër. Jo, këtë s'ma ka thënë. Po ja, duhet jesh i kujdesshëm. Mësojnë ca gjëra edhe nga ne. Unë i kam derdhur dhe kam marrë edhe përse po i derdh. Gjithmonë letrat e bankës. Edhe përse po i derdh ato para. Duhet ta specifikosh aty. Përse po i derdh ato para. S'kan mbaruar akoma sepse kanë për të ndarë edhe pasurinë, se kanë prekur në asnjë moment në zgjedhjen e martesës. Jo, s'është problem pasuria. Nuk është çështje pasurie, do shkonin tek ndarja e pasurisë. Mund shkojnë pasuria, po ajo nuk është shumë i mas pasurisë, ajo ka marrë pasurinë e vetë të gjithë. Pretendoni ju, por zonja mund të pretendojë edhe më shumë. Ajo i ka marrë pasurinë, e ka marrë... Sepse banesa e ndërtuar është nga kontributet e të dyve. Po, kontributet e mia janë, po... E të dyve, jo i opja. Ajo i ka pasur nga bugaria bankare të dyve. Ajo ka pas portofol në vete, kështu që megjithatë unë nuk jam kundër. Duket se do e zgjidhin me mirëkuptim këtë pjesë. Ja ta shpresojmë këtë gjë që ta zgjidhin me mirëkuptim. Unë nuk kam problem pasurie, o çat tjetër, mua më shqetësoi problemi i parave që ajo nuk kontriboi për shtëpinë në Greqi që ta marrin shtëpinë e të rinj nga lëmajt, desha të theksoja vetëm diçka. Në fund kur kjo e ndau mendjen që do ndashe, e kuptova të gjithë lojën dhe i kam thënë në fund. Më jep vetëm 10.000 euro që ka marrë motrës borç, edhe merre shtëpinë në emrin ton. Po, edhe ta ndan 50 me 50. Edhe rrit ti po ikë unë. Po. Këtë nuk e pranoja, se duke ditë se ky ka hedh 50.000 euro, edhe hedh ato, do ta marrë shtëpinë në emrin vetë, unë do rri në shtëpi. Pastaj tash gjykata me zyrë përmbaruese, me ze kanë nxjerr jashtë. E tash panoj unë bashkë me vajzën. Banoni ju edhe vajza juaj. Ajo ka ikë në qira. Po, më thuaj edhe diçka tjetër, zoti Xhevair, 22 vite martesë të hedhura dëm. Ti je në moshën 51 vjeçare, si mendon se do vijojë jeta juaj? Nuk di, deri tash nuk kam vendosur. Nga ai që unë kam pas gjithë këto probleme që më dolën, se ne shqiptarët kemi pas disa të meta, tashi janë zgjuar shqiptarët, bashkëjetojnë, përpara mi herë në të fiur edhe në gjendje civile. Tashi njerëzit kanë ndryshuar tashi. Duhet ta njohësh ti. Unë prandaj të pyeta që në fillim, sa arritet ta njëjti bashkëtorë? 2 vjet, por nuk arrita, unë nuk bashkëjetova. Ishte
tash ashtu ishin ato. Ju jeni integruar shumë mirë për sa i përket mentalitetit, jetesës në shtetin grek, por si nuk arritët të integroheshit dhe t'ishet pak më mendje hapur në lidhje me ekonominë tuaja? Me ekonominë, vetëm për çështje ekonomike, se unë asaj ja kam plotësuar të gjitha dëshirat. Unë e kam çuar në Suedi, ka bërë pushime. E kam çuar nëpër ishujt e Greqisë. Po dhe ajo punonte tani, nuk mund ta themi Xhevair kështu. Që unë ja kam plotësuar gjitha dëshirat, dhe ajo punonte. Dushte makinë, i bleva makinë. Dushte patent gjitha, ja plotësova kushtet. Ajo makinë o makinë. Mirë, në kushtet e mirëbesimit ju ra dakord që ajo t'i mbante ato para. Pavarësisht se nuk i investojnë në një moment të vështirë. Unë jam dakord se nuk dija se ç'do të mbën. Tash arriti puna që... Mirë, se çfarë bashorti ke qenë, unë duhet pyes ish gruan tuaj, por në këndvështrimin tënd, çfarë babai ke qenë, ose je tani? Se vajza jeton me ty. Pse ky vendim i vajzës për të jetuar me ty? Vajza i di problemin, i ka pas lekën dorë, edhe i ka thënë që mama këtë veprim që po bën. Po djali? Djali i vogël, 13 vjeç. Si ke raporte? Djali vjen, ke unë vjen. Vjen. Djali për ditë. Për ditë. Për ditë unë vjen. Jemi afër neve. Si kanë përjetuar divorcin tuaj fëmijët? Sidomos për djalin ka qenë vështirë. Për arsye se nuk e kontrollojmë dot. Ne nuk kemi komunikim. Edhe djali profiton. Pse keni ndërprer pra Xhevair këtë komunikim? Duhet ta keni komunikimin. Ju duhet jeni prindër në distancë, ju partner. Prindër. Prindër në distancë. Dhe te i kam thënë, djali shfryzon rastin që ne nuk komunikojmë, edhe ikën për shembull, ku ta jep, po të komunikojmë, e merrja vesh ku është në shtëpi. Nuk komunikojmë, djali shfryzon, është mosha 13 vjeç. Po mirë, pse nuk e hedh ti hapin e parë për të komunikuar me bashorten, si prind, ku është djali? Ajo, po vazhdon gjykatat në Greqi akoma, jo, se po ajo kërkon në gjyq, aty kërkon më fus mua, kërkoj të më fusi një... Po mi pra, procesi gjyqësor është procesi gjyqësor, prindërimi i yt dhe kujdestaria dhe kujdesi që ke për djalin është një gjë tjetër. Bëje ti hapin e parë dhe bëje të kuptoj zonjën që kërkesa e llogarisë ndaj djalit apo prindërimi që po bën nuk ka lidhje fare me çfarë po ndodh rreth rrotullt jush, si partner. Unë jam munduar, megjithatë unë komunikoj me gocën dhe goca komunikon me maman. Po pra, me këtë distancë kemi kaluar deri tash. Do bëjmë hapin, do shikojmë se do vjen gjërat. Mirë, le të flasim në këto momente dhe dëgjoj me vëmendje çfarë do thotë Lorela në lidhje me prindërimin në distancë, por edhe në këto momente të nxehta që sapo është bërë kjo zgjidhje martesës, se ndoshta me kalimin e kohës edhe mund të rikuperohet marrëdhënia. Në fakt, unë këtë do të cekja, sepse gjatë gjithë kohës jemi duke folur pak në terma juridik, po unë do të pyesja pikërisht për këtë çështje që u duk sikur mbeti jashtë fokusit. Po ne si profesionist, qoftë shëndetit mendor, gjithmonë parimi aja është që interesi më i lartë është ai i fëmijëve. Edhe vajza që është në moshë mbi 18 vjeç, por edhe idealet. Do të thotë që unë vijoj logjikën e visit në këtë pikë, që është shumë e rëndësishme që sido që ju të zgjidhni problemet ose këto juridike, çështje mbi emrash, pasurish, ndarjesh etj. Rëndësishme është që të paktën fëmijët të kalojnë nëpërmjet kësaj ngjarjeje, sigurisht që do t'i lërë gjurmë, po të paktën të mos dëmtohen aq shumë psikologjikisht ose të mos ndjejnë mungesën edhe këtë mungesën në një farë mënyrë të njërit prind. Duke qenë që ju jeni... Djali 13 vjeç më duket se ka dalë jashtë kontrollit me sa po kuptoj. Është, po vajza... Dhe është mosha më delikate e mundshme që mund të pasojë të parë rikuperueshme. Do të thotë ai është në pubertet dhe po hyn në adoleshencë. Është pikërisht kjo mosha që individi ka shumë nevojë për një model. Do të thotë ka nevojë theminet gjatë identitetin e vet. Dhe në rastin e djalit, duke qenë që dhe po jeton me nënën dhe mund t'i mungojë kjo figura e babait, figura mashkullore, mund edhe ta çorientoj pak, ta trondisi, varet dhe si merr pastaj rrethanat, qoftë për duket djali që po manipulon në lidhje me prindrit, Lorel? Po, në këto momente... Po shfrytëzon momentin. Sigurisht, sepse adoleshenca është fiks momenti ku njeriu kalon nga faza nga i vogël në i rritur. Do të thotë që ai ka shumë nevojë që të ketë lirinë si i rritur, por në fakt përgjegjësitë nuk i merr dot dhe kushtet nuk i merr dot sepse është akoma i varur nga prindët. Dhe në këtë moment mund të jetë fiks ky çasti dhe mundësia që ju të jeni një shok i tij më shumë, duke qenë se jeni larg në një farë mënyrë, nuk jetoni çdo ditë me të, por ai ka shumë nevojë për figurën tuaj si të pranim mashkullore dhe si model, për këshillat, për udhëheqjen,
për mendimet, për të shprehur ndjenjat e tjera. Është shumë e vështirë, sigurisht, me adoleshentët është shumë e vështirë të negociosh dhe është gjithmonë shqetësim për prindët, dhe sidomos në këto situata, po përtej të gjithave dhe marrëdhënies me bashkëshorten, e rëndësishme është që ju ta kërkoni ju, sigurisht ju djalin tuaj, nuk do të vijë ai që t'ju kërkojë, sepse është e sigurt që ai po përfiton në një farë mënyrë. Në legardinë e tij që mos të ketë këtë kërkesë llogarie nga njëri, nga prindrit. Kërkojnë atë që dhe shumë komode për të në një farë mënyre që nuk ka. Më duket se rregullatori negociatori është vajza, por a mundet ajo të luajë rolin dhe të plotësojë pjesën e zotërisë? Jo, nuk është vetëm 22 vjeçë. Jo, nuk ka pse, nuk duhet dhe nuk është e drejtë. Shpeshherë prindrit shqiptar të paktën, flasim për kontekstin ton, nuk e di pse i ngarkojnë disa detyra fëmisë më të madh përkundrejt atij më të vogël. Gjë që nuk ka sens dhe nuk është e drejtë, sepse të dy janë fëmijët tuaj dhe kanë nevojë njësoj për kujdesje, për këshill dhe për dashuri. Nuk ka pse më i madhi të marrë disa përgjegjësi që nuk i takojnë absolutisht. Për më tepër që është një rol që nuk e kryen dot. Nuk e kryen dot. Nuk e kryen dot dhe nuk ka pse, në një kohë që ai nëse po i shpëton kërkesës llogarisë nënës, mendoj që sigurisht që nuk do interesohet për motrën ose nuk do t'i përgjigjet asaj. Kështu që roli nëse në këtë moment prindrit do jenë të pavëmendshëm ndaj fëmisë 13 vjeç, nuk doja ta përdorja këtë term, po duke qenë se shoh të tërhiqur zotin Xhevair që unë e marr, po ajo me proceset gjyqësore, si duhet ta bëj këtë ndarjen e kërkesës llogarisë, partneritetit, prindërimit me ish bashkëshorten për hatër të djalit dhe të prindërimit dhe të kontrollit që ky duhet ketë. Pra, le t'ja japim në formë këshilla, jo vetëm zotit Xhevair, por gjithë atyre që na ndjekin. Unë nuk e di se në çmas është niveli i komunikimit që ju keni me ish bashkëshorten, apo sa shpesh komunikoni. Unë nuk kuptova që është zero, më duket. Atëherë, mirë, mund ta marrim dhe nga ana pozitive këtë, se për sa kohë nuk ka konflikt, të paktën është një mënyrë ose një kanal komunikimi. Varet ç'kupton me konflikt, mund mos ketë këtë verbalin, fizikun, por mund të jetë një konflikt që ndoshta shprehet me këtë zemratën, me kthimin e kurrizit, mos foljes, mos komunikimit. Me negligjencën, me një lloj indiferencë. Jo, flas të partnerëve. Po, njëri me tjetrin. Mirë, për sa kohë, domethënë nëse ata duan të komunikojnë, mund ta gjejnë rrugën e komunikimit, sepse do të thotë që nuk është acaruar gjendja dhe kjo është e rëndësishme sipas meje, domethënë. Do të thotë që nëse ju një ditë, marrim një shembull shumë thjesht, i bëni një telefon bashkëshortes tuaj dhe i thoni që po mirë, dua takoj pak djalin ose hajde pim një kafe të tre, dhe ajo ta mirëkuptoj që është për të mirën e djalit, unë jam e bindur që dhe ajo si nën do të dojë që kjo gjë të bëhet. Do të thotë që përtej atyre 250 eurove apo 100.000 lekëshit, më duket shumë e rëndësishme, sigurisht që ato janë shumë të rëndësishme se janë bazike, ka një hierarki nevojash. Do të thotë plotësohen njëra ato biologjike, veshja, kujdesi, ushqimi, dhe pastaj dhe ato shpirtërore, po nuk duhet neglizhuar, sepse në një moment të tillë ne shpesh mund na dalin nga vëmendja, do të thotë ju për shembull fokusoheni tek problemet, tek gjyqjet që keni, tek këto procese të ndërgjegjësimit, tek mbiemri, dhe mund të harroni që mund të lini një boshllëk shumë të madh në jetën e fëmijëve, i cili është shumë i vështirë për të rikuperuar. Ose mund të çojë dhe në pasoja, marrim gjithmonë rastin më të keq për t'i paraprirë. Do të thotë që pra duhet në distancë të luaj rolin e babait, zoti Xhevair. Duhet ta luaj sa më shumë rolin e babait. Kërkesa e llogarisë duhet jetë sikur djalit jetonte me to. Me mirëkuptim dhe me dashuri, jo vetëm me kërkesë llogarie, sepse me të keq nuk arrihet asgjë, sidomos në këto kushte. Duke mos harruar, sepse prindët shqiptar ose të paktën vinë nga një kulturë që nuk e kanë shumë një lloj ndërgjegjësimi mbi zhvillimin psikologjik të fëmijës, është shumë e rëndësishme që ju të merrni parasysh që adoleshenca është një fazë tranzicioni. Dhe si e tillë, nëse në këtë rast i mbivendoset dhe situata apo divorci i prindërve, nuk do të në rastin konkret gjithmonë divorcet të paktën në studion e emisionit Me zemër të hapur janë shoqëruar edhe me pasoja ekonomike. Në rastin konkret fatmirësisht nuk e kemi këtë gjë, duke qenë se është në kushte të mira ekonomike zotria, se duhet kujdeset edhe për vajzën, që bashkëtojnë të dy bashk. Atëherë, seansa trajtimit të djalit nga ana psikologjike me anë të një psikologe në Greqi, është e domosdoshme që ti marrin individuale qoftë edhe familjare më pas? Duhet që djali të kalojë në terapi të tilla? Nëse djali do të shfaqte dëshirën ose do të shfaqte një lloj shqetësimi apo problematike, sepse ai nuk është as shumë i madh pas shumë i vogël që ti ta çosh pa dëshirën e tij tek psikologu, sepse nëse ne hym në një proces terapie pa dëshirën e njërit. Po mirë, mund të hyj edhe psikologu i shkollës. Patjetër psikologu i shkollës e kërkuar nga zoti Xhevair si një ndihmës, edhe psikologu në shkollë funksionojnë andaj. Por ka një nis me një deficit shumë të madh procesi psikologjik kur personi nuk hyn me dëshirën e tij. Do të thotë që nuk ka nevojë ta çojmë deri këtu, por është shumë e rëndësishme që për shembull zoti Xhevair
mund të themi, mund të stabilizoj një lloj rutine, me djalin mund të takoj x ditë të javës, 1 ose 2 varet se i keni ju mundësit, dhe të kryej një aktivitet apo veprimtari të caktuar me të. Po them, nëse djali ka qef të çojë ndeshjet e futbollit, po marr raste, domethënë duhet gjeni ura komunikimi dhe pika lidhse. Ato gjëra që ju e dini që ai mund të ketë qef t'i bëj apo t'i kryej. Pasionet dhe dëshirat e Po, tij. mund të jeni një lloj shoku për të, është shumë e rëndësishme. Adoleshentët nuk e kanë qef kaq shumë këto këshillat dhe orientimet autoritare, do të thotë do bësh këtë, do vish këtu, do shkosh këtu sepse unë jam prindi dhe unë ta them. Rebelohen edhe kod dhe jo më pastaj nëse keni këtë lloj qasje. Prandaj duhet të jeni gjithmonë të kujdesshëm apo jo? Duhet përpiqeni gjithmonë që të jeni një lloj shoku dhe komunikues shumë i mirë për të, sepse dhe nëse ai nuk e thot këtë, nuk e verbalizon, të jeni i sigurt që ka nevojë për këtë. Unë ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio. Besoj se ke marrë mjaftueshëm nga ky transmetimi drejt për drejt. Unë të jap fjalën që nëse ish bashortja jote do të na komunikoj, ne mund të jemi edhe një herë tjetër së bashku pikërisht me rastin tuaj, jo për t'ju vënë përballë, por ndoshta mund të vi ajo e vetme për të shprehur ajo versionin e saj. Në të kundërt, nëse do edhe përballë teje, pse jo të gjejmë rrugën e përbashkët. Vajza sapo na erdhi raporti që e ka marrë mesazhin ton, megjithatë të rinë në këto momente është e heshtur, edhe vajza nëse dëshiron të bëhet pjesë e emisionit me zemër të hapur, pse jo. Të falenderoj zoti, se më duhet ta mbyll, kam kaluar 2 minutash. Për këtë, për shkatërimin e krejt familjes, unë akuzoj drejt për së drejti ish vjerin tim punëtor me xhaxhain e saj në prenjë. Ish vjeri nuk na ka hapur numrin e telefonit, shpresoj që edhe ai ta ketë marrë këtë mesazh dhe të bëhet pjesë e emisionit tonë. Shkaktarët kryesor që ka shkatruar familjen. Nuk mund të dalim dot në konkluzione të tilla, ky ishte mendimi yt. Ne respektojmë megjithatë dhe ish vjerin tënd, nëse do të bëhet pjesë e emisionit me zemër të hapur, e ftojmë. Miqtë e mi, do ndajemi këtu nga ky transmetimi drejt për drejt, nga studio e emisionit me zemër të hapur. Vazhdoni na shkruani mendimet dhe opinionet tuaja në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur. Në këtë faqe Facebooku bëni dhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e emisionit tonë. Ndërkohë që histori, nëse nuk na keni ndjekur në televizionin News 24, do ta gjeni dhe në faqen e lajmeve Balkan Web. Faleminderit Balkan Web për çdo rast që trajtoni në faqen tuaj. Bashkë takohemi në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.